Po e vjen dita, munda shqiptarët edhe shkijet, përfundimisht. Shkijet, shqip folës. Të fol shkavi shqip, që mendja nuk të merë që o shkop. Na, nuk e kishmi dit që shkijet kanë me nabo ka të shumë problem mbas lufte. Po, Bajagik kanë ndej në Kosovë. Edhe është problemi madh, mja huk farë. Goldaga, sot një avë e qiti një kojk për rezila. Për do të paftyrë që kejt Kosova dëshmon për paftyrsin e tyre. Nuk bën kështu. Ariana Gushi, po nëzit, urejtje ndër, fetare dhe ratore. Po thonë këta pisët, që gjdo dit nëzisin urejtje ratore edhe fetare. A këta nuk pëkshyrin shka po folin, pisi u kry luftat e këton. Kam dëshirë t'i hapin shenjë, këto që zgjidhin deputete dhe që janë, duhet t'i hapin shenjë, ose mos vinë virtat e votimit, se do të bëjmë shtrejk si lamë të votojnë popli. Janë e përmison gjendjen, janë e shkujnë të nënë, si që më se ndalë. A i hapin shenjë të ato, a ti marëm supatat vetë votimi kur të të vinë, shtrejk dhe të bëj, unë jam i pa. Një dit, të ndalojnë shamin, dhe i qesin vajzat me shami pi shkollës, vetëm për një arsye, sepse s'mujnë mi kullot sytë. Gjamias, ja qesin temelet, këta shkojnë, ja ndalin ndërtimin. Mundohen edhe e zanin me ndalë. Dhe muslimanve i thonë, shkonin në Arabi, shkonin në Afganistan, se këtu nuk e keni vend. Mingu këta gazetarët e poshtër. Trasët mendjas që shqiptarët musliman gjdo dit eksplodojnë në për vendet të ndryshme në për Kosovë. E fatmirësisht, kur gjo nuk është të ndodhë që sako. Dhe muslimant janë të dëshmu se këto janë vetëm propaganda kundër tyre. Fal trunit shqiptarit që e ma mesatarën. Është koha e bashkimit dhe rrenat e këtyre nuk përbijen dhe nuk ngjyen me kur gjo. Se cili prej neve përballet me realitetin. Dhe e shohim se realiteti nuk është që shtojnë gazetat. Rrenat Pinokios jarritëshin hundën. Abu Zhalës vesht pëndohë. Deshin e kuroshi të bëj një mrekulli, të vishet me tesha, po si kur njeri. Se si pantolonat, këputë e jelek, në Zvicër, por në Zvicër, të hake dhe jelek. Mirë po se të ngratit, i shkoj puna hoq. Sepse veshët e gjatë, si ndetën dhe kapuq. Që sa vjetë, kjo gazet është u bo propaganda kundër fesë. Nuk shkoj pak, ju mshel edhe gazeta. Po get, Arianin do t'i batise me shkaka. Se kanë kuptu që muslimant këtu janë shumicë. Ani se këta bite shkinave i kanë do karika të mira e të buta. Ata që sa vjetë luftojnë. Ala s'kanë mujtë mi mri. Ato shikime që i ka mri Arianin mrenda natës. Njonin koment shkrujke. Kjo është qetësuse sa njeri për përkra koldegjin. Voti, a jeto pa honra me sy qela, sho puna, po nuk vot mëre muslimani shka si ti. Ani që i keni televizionet edhe gazetat. Shqyqyr, truni edhe zemra e njerëzve. Nuk punojnë me antena dhe me rry. Hala muslimanët e thojnë nga një dovë kur t'bin me flet. Hala thojnë bismillah kur t'ja nisin punës. Hala ngrejnë shadet para dekës. E fatmirësisht, rinia gjdo dit e më shumë, po i kthejnë thes edhe xhamiave. Kurse ju, që njerës ju ka njoft, pasi e keni zonë ka një vend pune, jo tash e keni kohën mu knaq. Se njerëzit, moti i kanë kry knaqët para juve. Uqunat e istat e dojshin me arrestu Arianin. E do tipa qerë. Hajtë se zonë ty para 12.000 që të përgjëshë. A do qerë, thëshin e gozat më reme dhe në tem. Ky djali i atrenin syrin kreve. Edhe mur për kraja nga gjithë populli, se populli u pat mush në mo. Deri këto me këta hajna. Në verës rinë ka të ndimrit, rinë qytet pushimin e bëjnë detë klasin e bëjnë krevet, jem repera punktën kështu. Në desh ka është të punktën definicioni për kalash, kalash është një copë drumë, një copë hekër që ka milion dekër. Kemi lind në këto troje, dhe fatmirësisht, këto shtëpia tona nuk privatizohen, dhe na jetojnë qysh dojnë vetë. Këta qyranët, po deshkan me pa, se duhet me përkra shumicën e poplit, jo ty qysh ta marrë mendje. Se apeshe, të i dhonë shumë mendjes për parësi, mendja ju kalon loq, ta shhet se duro, të qaf mija urdhës, mos e ngusni këtë popull. Se është shumë i urtë, mirë, po dhe dhe shumë keq mu akmarë. Shqiptaria, gjithmonë u kone atyre që e kanë dashtë. Ata që nuk e kanë dashtë, e kanë shqitë. E i madhë,
e i vogël e di se kush janë këta politikanë. Marian, një like të madhe për neve si kuqezi. Kemi pas tjetër temë, mirë po ne jemi aty ku është drejtësia. Deri në emisionin e ardhshëm, ju urojmë një javë qysh në kohije si shqiptar. Ne jemi krejt kuqezi dhe ja vërtetojmë këtë qysh doni.